unë në moshën 10 vjeç kom ik prej Zajt, Kosovës, marrë në Zvicër, po edhe kom fillu karateën këto në klubin e karates Dardania. Dhe ke realizuar një shmirë, një nga kampion që ke lënë shenjë ndërkombëtare, po mbi gjitha për shqiptarinë, je shumë i rëndësishëm. Me gjitha të shkëmbesh Ferizajnë me Zvicër, pak e disa mirë hahet Ferizaja. Edhe në Zvicër, kolegë gjatra t'i ka mirë. Nuk hahet a i mirë në Zvicër, me thënë drejtën, si kuzhina e Ferizajt nuk ka. Por gjithsesi mund ta praktikoni atje. 14 herë kampion, si nuk u mërzite, mërë burë? Se mërzitet njeriu, ditë e parë, ditë e herë në dytë, herë në tretë. Po ratë që jam mërzite, kom lënë në 14. Po mirë, se dje shpirë majtunës, prapë dole kampion, s'bën mas lajmë shpi. Nuk bën shpi, kolegë, duhet në dëpres pak të themi, sepse baba ju e ka qenë aji që kishte krijuar klubin dhe të shëndzirë jeta që fëmi. Po pra Karate Kid. Karate Kid. Po në kemi, pajësit mi, kemi qëndru në mesin e karatisë, babaj me 6 vllaznit tjerë janë të gjithë janë mirë me karate, do më thonë. Po në atë kohë kur isha unë i ri, ishte stata në Kosovë jo e mirë te puna e regjimit Sergjika Centerin, kur kemi ardhur këtu në Zvicër, kam fillu ka gjatë si vonë, krahasim me garus tjerë, se kemi fillu në moshën 10 vjeçare me mira me karate, e në moshën 15-16 kom fillu me marrë pjesë në për turneje në Zvicër, atë ndërkombëtare. Po gjitha trenimet që kom bëj me familjarë, dhe me babën edhe me agjellarë. Fantastike. Megjithatë ke pasur një avantazh. Family affair quhet kjo. Pas një avantazh sepse ti garon në një pjesë me peshë pa përcaktuar, 81 plus, dhe ke qenë gjithmonë 100 kg për 190 cm. Do të thotë, sa të shohin ty, do është pallat. Do pallat që lëviz. Po me leje. Si të ka qenë frika. Po, po. Dhe është e vërtet? Jo, vërtet nuk ndikon shumë se kur kam fituar kampionatin e Evropës 2005, ishëm veni parë, veni dytë, 2 vende treta, në fund barëm një fatë bashku, e aty mandejet e pashe isha më i vogli. Jo, ka pas edhe më të rëndë se ty. Më të mdhenjë se ty. Ka edhe më të gjatë, ka edhe më. Në foto, mandej kemi bo pak krahasim, në tash më të qenë që më i vogli ndër 3 tjerëve. Ja, mi atere, pas ka qenë fotores... Pesha edhe gjatësia, nëse dhe me shujtëzu ndikon, po nëse zdim dhe më në për varët për personit. Mirë, ne po shojmë pjesë nga garat e tua të vjetra dhe me thënë drejten je ko qa burë. Shumë gjatë. Mendo, japones të shkret që e ka shpikur këtë lloj sporti, janë diplome i zhveps gjithë. Po, ka Japonia... Ka të gjatë. Japonia janë bak ma drogër, po ka dhe tjerë që janë... Të ka ndodhur të ndeshesh me aziatik, me japonez, korean, kinez? Po, vaj, në mesin të gjatë këto pravoj që kemi pas në karome. Po do me thonë karatea vjen nga Japonia, po këto kute fundit mas të më janë nga Evropa, janë kësty do me thonë kampionat, momentalisht janë ta është të Egypt, të Irani, këto janë, po do më në Evropë ka karatista shumë që janë me emën në botërua, që kanë fitu kampionatet botës të Evropës. Nuk ka me vetëm Japonia, aktualisht Japonia nuk ka edhe janë, gjithmonë në trek, po do më aktualisht nuk janë bashkë. Ti ke një karakteristik shumë interesante, ke një rekord botëror, i cili nuk po thyet, që ka ndodhur në Paris Open. Dhe akoma vazhdon dhe reziston, si ndjehet një njeri që ngull gosh në Astradini, diku në murë dhe gjithë merren me të. Më të drejtën, zërë që ka qenë edhe gara e parë që ka marrë pjesë në nivelin më të lartë që o kanë për isha në moshën 18 vjeçare. E pa ta marrë shumë edhe nga të zemrës. Më të drejtën ishte i rije
kur ato garuti i shikoja atë në televizor, kur e rasti më taku në finale me një garuti që adhoroj që e këshoshe me televizore që ka qenë garuti shumë i mirë nga Gjermania, do të thonë, prej këtij momenti zdi Parisi më ka bës poshtot ko gjë mirë. Mua edhe do të thonë kisha një farë vullneti më të madh aty garuti. Nëse mund të tregohet çfarë taktike përdore? Po i taktika më të drejtën, njëherë ka qenë pak një par respekti se i garusi që kisha pak që edhe i garusi që adhorojshë i garusi mirë, po si kam filluar njërë fillova pak teknika me dorë, si ma i sigurt, do të thonë, ande vazhdova njëjtën, e pas që do të thonë nuk është edhe bashkë. Kur bën spërkatën dhe je në pozicionin vertikal, pra që i pam edhe në foto, ke parasysh, Shumë i vështirë mund të e arrin në lampën e tavanit? Në rregull. Sa i gjatë je Femi? Sa i gjatë? 1,90 metër të nëmë. Femi, tani unë të bëj atë pyetjen këta thonin jo mos e bëj, kështu unë do ta bëj, më nami i zi, më të jetë largë që do më bësh. Të kam parë fillimisht në foto, kur ishe i ri, ishe pa mjekër. Pastaj le fillimisht mustak, pastaj pak mjekër, sot ke lënë mjekër si hoxh. Pse? Jo, hoxh nuk jam. E di. Jo, vërtet, pa e koha, speditjave tona, i ma shumë koha, ndoshta mas një muja një jave, do ta e nështë ma pak, do ty shpelim koha. Trajnerin, karate, si e preferon, me mjekër, pa mjekër? Me mjekër, se në basi të rëgon pak autoritet. Ka autoritet, s'ka nevojë, me 3 lëvizjet paketon. Por kanë nxjerrë emra të suksesshëm që na kanë lartësuar emrin tonë në çdo garë, qoftë këtu dhe jashtë kufive. Po, dhe të Shqipërisë dhe të Kosovës. Dhe të Kosovës, patjetër. E senjart për Kosovën, tani për Shqipërinë ne kemi bazbon vendin e dytë në Evropë për juniorët, dhe pastaj 2 medalje në vendin e dytë, do të thonë në Evropë me Arges Arifin, ku kemi bove në dytë në Evropë, dhe Alvin Karacin me lojrat olimpike evropiane, ka qenë medalja e parë olimpike për Shqipërinë që kemi marrë. Për shembull, ka disa mite të cilat edhe më trimat i thyen. Për shembull, kreshnikët tanë ishin shumë të brish për para zanave, apo jo? Luani thuhet që ka frikë nga patra, elefanti nga miu. Ti ke frikë nga gruaja? Normal. Normal, sepse vërtet Femiu ka atë brezin e zi. Po është gruaja që i la lavatrice dhe me dash me la ta bot bardh. Djelza Mahala. Mahala. Po. Djelza është garushe të thënët të mahallave, Djelzën e kemë që ka vazhdu. Dhe me thonë është në nivellit të Kosovës, ka marrë pjesë dhe ngara jashtë në Evropiane, nuk ka pas shumë sukses që me thonë, po është garushe që është shumë garushe e mirë. Besoj që në tarmën ka mund të arrijë dhe rezultate dhe Evropianu botëror, nëse vazhdo në kështu. Gjitha i ka për me arritë.